Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Babu ma jaa fi mustarihin wa mustarahin minhu. I rehatuar ose të rehatuar prej tij. Ai që ndron një jetë, është rehatu. Domethënë s'ka më vujtje si këtete. I bëhet fare kopsh të xhenetit, e fillon mirësi dhe begatit pa fund, ose janë rehatu prej tij. Pra prezenca e tij në këtë botë ka qenë rrezik potencial për të dënuar të tjerët. Me ikjen e tij janë rehatu, janë siguruar dhe njerëzit, kanë rehat dhe njerëzit. Qofshi për aty të parëve që kur ikim nga kjo botë, rehatohemi ne. Jo të rehatohen njerëzit për nesh. An Abi Qatada ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi-janazati faqal mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah min mustarih wa mal mustarahun minhu. Qal al-'abdu al-mu'minu yastarihu min nasab ad-dunya wa adhaha ila rahmatillah wal-'abdu al-fajir yastarihu minhu al-'ibad wal-bilad wash-shajar wad-dawab. Abu Qatada ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu tregon se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një xhenaze dhe tha: O i rehatuar, o të rehatuar prej tij. E pyetën: O i dërguari Allahut, e çdo thot i rehatuar ose të rehatuar prej tij? Ai tha sallallahu alaihi wasallam: besimtari kur ndron një jetë, qetësohet, rehatohet nga lodhet e kësaj bote dhe dëmet e saj dhe shqetësimet e saj në mëshirën e Allahut. Ndërsa njeriu i keq kur vdes, rehatohen prej tij, pra prej prezencës së tij në këtë botë, njerëzit, vendet, kafshët dhe bimët. Allahu na falë dhe na mëshiroj. Sot në botë prej aty në të parëve, që kur ikin nga kjo botë, rehatohen ata. Jo të rehatohet bota për tyne. Amin. Zoti shpëlet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.